Qytetarët e Shkodrës e kanë pritur me pozitivitet investimin e realizuar në rrugën Don Bosco. Ata theksojnë se kur si dedikuar për biçikletat, i shton vlerë projektit duke ngritur standardin e infrastrukturës dhe duke krijuar një organizim të qartë të qarkullimit. Sipas banorëve, ndërhyrja ka sjellë më shumë rregull, siguri dhe lehtësi në lëvizje si për këmbësorët, ashtu dhe për drejtuesit e mjeteve dhe ciklistët. Shkëlqyshëm, s'ka si bëhet më mirë, në punë tonë, në rrugë tonë. Shumë mirë, unë jam shumë e kënaqur. Ta në rrugë të Shkodrës që kanë kursi biçikletat, jam shumë e kënaqur. Ne që dalim për ditë me biçikleta. Kanë bërë shumë bukur. Po, tash më mirë e s'dëmën. Por biçikleta tani më bukur s'ka. Po, mirë boll i lumt. Mirë janë, për çdo vend janë mirë. Biçikletën e kam përditshme, unë vaje që ka hije, ka dal, unë ke rruga mirë boll është. Herë tjera s'ke mujt me kalu. Po i makinave, që i kanë bloku rrugë. Po tjetër që mirë, se jesi ma pa frikë, me tonë këtë trafik makinash që është një kalim që rruga. Bicikletat e do të kalojnë. Për njatë, se shumë ma mirë që çdo gjë mu rregullu këj vend. Për mendimin tem, është punu. Shumë të kënaqur Nina, edhe me të drejtën jashtëzakonisht mirë. Nëse edhe fëmija shkojnë të Don Bosco, kanë djalin e vogël, shumë të kënaqur jashtëzakonisht. Në lidhje me përfundimin e punimeve dhe reagimet e hasura në rrjetet sociale për nivelimin e pushteve me rrugën, drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve dhe punëve publike Altin Salii u shpreh se procesi i ndjekur është një procedurë standarde që aplikohet në çdo riveshje rrugën e Shkodër. Ndërmarrja e shërbimeve publike, bashkëpunim me ndërmarrjen e OSEAC-it, kanë kryer të gjithë shërbimet e nevojshme që ka kjo rrugë. Janë bërë të gjitha konetat edhe kanalizimet e ujrave të bardha, sepse rruga nuk ka pas fare kanalizime ujrave të bardha. Është bërë komplet trotuari i ri, është bërë ndriçimi lehtë. Gjatë kësaj kohe, duke qenë se janë hap kanalet për mu bë kanalet e ujrave të bardha dhe konetat e ujrave të bardha, është bërë dhe riveshja me asfalt e komplet rrugës. Mos e është bërë riveshja me asfalt e gjithë rrugës, është po në nevojshme si proces pune që na kena përdorur gjithë jetën në gjitha rrugët e qytetit Shkodrës, kena ngrit pusetat nivelin e riveshjes asfaltit, e cila është bërë dhe mendoj që ka dalë shumë mirë dhe është e dukshme. Kjo punë është një proces pune që bëhet çdo herë, mos i bëhet riveshje me asfalt, jo kur ndërtohet rruga e re. Se kur ndërtohet rruga e re, puseta del në kuotën e vet. Kur është riveshje me asfalt, bëhet ngritja pusetave në çdo rrugë që bëhet kjo riveshje. Rruga Don Bosco është transformuar plotësisht jo vetëm përmes riveshjes me asfalt, por dhe falë rikonstruksionit të trotuareve dhe ndriçimit të plotë.